I shqipton të një burgim kozgjati për 25 vitesh, akuzuri Ilyas Aliu lirohet nga akuza. Trupi gjykues pas këshillimit të votimit në emër të popullit nxjerr gjykim kundër të panderit Besnik Saliu dhe Ilyas Aliu me të dhënat në shkresat e lëndës. I panderi Besnik Saliu është fajtuar për shkak të veprës penale vrasje e kualifikuar nga vepra penale vrasje e rënd, si dhe për veprën penale mbajtjen pronësi kontroll ose posedim pa të autorizuar të armëve. Andaj gjykata të akuzuarin Besnik Saliu e gjykan. Për veprën penale vrasje i shqipton të një burgim kozgjati për 24 vitesh. Për veprën penale mbajtje pronësi kontroll ose posedim të pa të autorizuar të armëve dënim me burg kozgjati për 1 vit e 6 muaj. Të njëjtit i shqipton të një burgim kozgjati për 25 vitesh, i cili dënim do të llogaritet nga koha kaluar para burgim deri në plotësisht këtë gjykimi të panderit me një vendim të posaçëm do të vazhdohet para burgimit deri në plotësisht këtë gjykimi. Obligohet i akuzuar të paguajë shpenzimet e procedurës dhe për pashallën gjyqësor shumën prej 100 euro, si dhe fondi për viktima shumën prej 50 euro. Të gjitha këto në afat për 15 ditësh pas plotësisht këtë gjykimi. I akuzuri Ilyas Aliu lirohet nga akuza, sepse për këtë veprës penale ndihmë në veprën penale vrasje e rënd, sepse nuk është provuar se ky akuzuri ka kryer veprën penale për të cilën është akuzuar.